ftojmë zonë Rok Preçi, për ma një dhurat nga shoqata e gazetarëve sportiv të Kosovës. E dorëzon zoti Ajub Lumica. Një dorë për vite. Tregoj Lumi që është simboli i 20 vjetorit shoqatës. Dhe si o lapsi i falenderojmë shumë nga zemra që janë kujtuar edhe janë të mrekullueshëm. Ne edhe pse jemi pak më përpara, s'kemi arrit akoma te këta. Ne shoqërojmë dorë për vite për çast. Ai për vite gjithë aty, por jo pa shumë me dërgoj. Anzosh. Dhe ne konsideratat më të larta që juve na kujtoni gjithmonë në gjithë këtë përvojë dhe gjithmonë do të jeni miq e ngushtë tonët. Faleminderit shumë. Është me logon e 20 vjetorit e personalizuar. Ti shkruani kujtimin e bukur. Faleminderit. Ti gëzoni. Vjen shumë mirë që marr një kujtim nga shoqata gazetarëve të Kosovës, ndërkohë që ajo shoqata shqiptare E Shqipërisë. e Shqipërisë jo s'është fare vje keq që unë kam firmos bilet për antarësimin, po sot nuk ekziston. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit, ta gëzoni. Kryeredaktori i sportit në Ora News, i nderuari Altin Sulçe, që ka qenë gjithmonë prezent në të gjitha eventet që janë bërë mes Shqipërisë dhe Kosovës të gazetarinë sportive, sot merr minjojin e 20 vjetorit të shoqatës gazetarëve sportiv të Kosovës. Zëvendës presidenti, zoti Jon Ajeti, gazetar i njohur tek televizioni Koha, Klan Kosova, do t'ja dorëzoj këtë minjojë zotit Altin Sulçe, shoqërve duar të vite. Faleminderit, le të themi presidentit historik Milaimit, e të gjithë çunave artavit, dhe natyrisht naqem që Joni më duket është më i vogël edhe na jep tilla emocione, të cilat do t'ja transmetoj edhe kolegëve dhe në të ardhmen. Edhe një herë do ta theksoj që Kosova po jep leksione dhe seminare për sa i përket shoqatës gazetarëve sportiv, cilët jo vetëm kanë më pak se ne, po bëjnë shumë herë më shumë se ne. Ju dua shumë gjithë dhe faleminderit. Urime. Nëse duhet edhe në këtë rast ta përmendim atë qërshim bitort, është njeriu që e kemi thënë disa herë dhe vazhdojmë ta themi, fajtori kryesor pse kjo urë e bashkëpunimit po bëhet gjithnjë më e fortë, duke u rritur dita ditës, dhe fajtori kryesor për këtë është një njeri i veçantë, me vlera që i ka bërë shqiptarët këtej dhe andej kufirit bashkë. Dëfrim me Tasani, mirënjohje që presidenti e bën që do t'ja adhuroj. Po sigurisht që ky 20 vjetor na gjen shumë të bashkuar atë se çfarë kishim menduar 11 vite më herët, po jetësohet. Fal juve, pa një bashkëpunim shumë korrekt, jashtëzakonshëm që më kanë përkrahur natyrisht, por sigurisht që do të falenderoj edhe bordin e tanishëm, sekretarin e përgjithshëm, pa lotshëm, maqin e krejt këtij rrugtimi që e kemi pas sot edhe për këto 2 vite Artan Muhaxhiri. Dy kolegë mrekullueshëm, Jon Ajeti dhe Ajub Lumica, të cilët çdo ditë më shumë po japin kontributin e tyre. Milajm Krasniqin që sigurisht nuk do ta ndaj, i cili gjithmonë na ka përkrahur për aktivitetet e tilla. Dhe Preme Tasani, kjo është më e pakta që ne mund të bëjmë. Si shoqatë gazetarëve, 20 vjetori një emblem e gazetarisë sportive në Kosovë, e po shpresojmë që ky 20 tjetë edhe 50-200 me të tjerë vëllezër nga Shqipëria. Faleminderit shoqatës gazetarëve sportiv të Kosovës, miqve të shtret, tashmë presidentit Edmond Taçi, sekretarit Artan Muhaxhiri, kolegëve të nderuar, ju përshëndes ju, edhe Jon Ajeti. Është kënaqësi që sot bashkë me ju është miku im i shtrenjtë dhe i familjes, gazetari dhe zëri i radios atje për sportin, Milajm Krasniqi.
Aty që ndihemi vlerësuar, por unë them që Shqipja fluturon me krah dhe dua të shpreh unë tani me njohjen time, se më duket sikur këtu ka vend edhe për Shpëtim Gjoshin, për Rok Preçin, për Bashkim Tufën, Altin Sulçin, Isuf Myrtajn dhe Agronotin. Dhe një gjitha, Qershia Mejtorët është një mik që tashmë për fatin tonë ne kemi në institucionin nr. 1 të vendit në presidencë, ylli i voleybollit dhe i disison do urat tashmë janë vendosur, por unë them që më shumë se urat e mundësisë dhe vllazërisë në sport dhe në gazetari, ne në takon tashmë të bëjmë gradacionet. T'i ngrem lart, këto në tesa të bukurat të sportit dhe gazetërisë sportive. Faleminderit gjithëve, faleminderit.